I se do një me i kjerin pastaj, shtyuq, fat, se këto më kjerë. Angazhimit për mbrojtjen dhe shpëtimin edhe të gjysmëgjallë në këto momente. Duhet jeni në dieni që kryeministri është duke dizenjuar së bashku me Ministrinë e Financave në këto momente një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për pjesën bujqësore ashtu edhe për banesat. Nesër në mëngjes në orën 8:30 do të ketë një mbledhje të Komitetit të Emergjencave ndërqeveritar, ku do të bëhet edhe një adresim nga ana e kryeministrit, jo vetëm për zgjidhjen e situatës dhe për gjithë përballimin e kësaj situate, por edhe për të mësuar që janë shumë të rëndësishme për të bërë të diturat dhe për të marrë informacion të gjithë familjet apo edhe bizneset e prekura. Keni parasysh që në këtë moment duhet i bëjmë thirrje dhe unë po përfitoj nga rasti të kërkoj të gjithë televizioneve dhe gazetarëve që jeni në terren. Ju falenderoj shumë që keni qëndruar afër të gjitha skuadrave të shpëtimit në këto momente. Ju lutem bëni thirrje qytetarëve që ti përgjigjen thirrjeve që bëhet nga ana e emergjencave civile. Nganjëherë është më mirë që të marrim masa edhe më të shpejta se sa vetë situata që mund të agravoj. Kemi shpresë, ku është drejtori Akiu? Drejtori Akiu mund të shpjegoj pak që kemi shpresë se të ketë një rënje të nivelit të vjosës, pasi nuk afektohet vetëm nga rreshtit që ndodhin në territorin ton, por afektohet edhe nga rreshtit që ndodhin në Breshin në këto momente, por ne shpresojmë që në 8 orët e ardhshme jemi në monitorim të gjithë të prurjeve. Ka një informacion që në Maria reflekton edhe pjesa më madhe e prurjeve në Novosel. Ka një rënje që cila pritet disa orë të reflektojë për sigurisht, por kjo gjithsesi nuk ka plot masat në nivelin e gatishmërinë maksimale. Prandaj dhe përfitojmë nga rasti dhe banorëve të kërkojmë edhe mirëkuptimin e tyre për të bërë pjesë e operacioneve tona me gjitha njësitë operacionale të emergjencave dhe strukturat operacionale që janë në terren dhe janë në funksion për shërbim të komunitetit. Sistemi energjetik ka performuar maksimalisht, për të drejtën pavarësisht kurseve atmosferike shumë të vështira, nuk kemi pasur ndërprerje të gjata, ndërprerjet kanë qenë momentale, qofshin këto nga linjat e transmetimit pra të operatorit transmetimit, qofshin këto nga linjat e OSHS. Megjithatë, duhet keni parasysh që në 24 orët e ardhshme presim era të fuqishme. Për momentin në disa nga zonat, sidomos në zonën perëndimore, pra atë që ne quajmë Turbinës perëndimore dhe në Bregdet, do të arrijë deri në 17 metra për sekond, por parashikohet që në orë të vazhdim të arrijë deri në 25 metra për sekond. Flora dhe keta e filluar e ka thënë kryetarja edhe në disa dalje të tjera për mediat, kështu që keni parasysh që do të jetë një situatë e shtuar situata me erën në urtësinë perëndimore. Rreshtet e Borës kanë nisur pra në këto momente ashtu siç ju e dini në zonën veriore, lindore dhe në pjesët e tjera ku ndoshta nuk ka prezencë bore zakonisht. Megjithatë, temperaturat do të ulen sot, por nesër do të ngrihen sërish. Situata është sfiduese. Na duhet që të gjithë jemi në terren për ta përballuar atë. Na duhet bashkëpunimi i qytetarëve, siç thash, për atë zonë kërkohet ndërtimi. Do të ketë vëmendje maksimale patjetër energjia. Ujësillsat janë vënë gjithashtu në sprov në këto momente. Po të marrim rastin e Fierit, 4 sistemet e pompimit, zonat e pompimit janë nën ujë, qyteti i Fierit po furnizohet me bote.
I zadaniemy ich jeden pastaj, sztuć, facet, co mu wiesz. I zadaniemy ich jeden pastaj, sztuć, facet, co mu wiesz. I zadaniemy ich jeden pastaj, sztuć, facet, co mu wiesz.